Zjarri i cili përfshiu mëzitën e së shtunës kodrat me ullinë në fshatin Pilur të Hymarës është reaktivizuar sërish, duke krijuar një situatë të vështirë për autoritetet lokale dhe forcat zjarrfikse. Për shkak të terrenit të vështirë malor dhe për hapjes së shpejtë të flakëve, ndërhyrja nga toka është e kufizuar. Ndaj është nisur menjëherë një operacion nga ajri me helikopter që po hedh ujë për të ndaluar përparimin e zjarrit. Zjarri favorizuar nga era e fortë që mbizetëron në zonë ka përhapur me shpejtësi duke djegur sipërfaqe të mëdha me shkurre, pemë, ullinj dhe pyje të tjera që ndodhen në kodrat përreth Pilurit. Përveç dëmit mjedisor, flakët kanë kërcënuar edhe banesat dhe pronat e banorëve duke shkaktuar shqetësim dhe alarm në komunitetin lokal. Që nga mesditën e së shtunës, rreth 15 forca zjarrfikse nga Hymara, të mbështetura edhe nga punonjës të policisë së komisariatit lokal, Bashkisë së Hymarës dhe emergjencave civile, janë angazhuar në luftën për shuarjen e zjarrit. Përpjekja po vazhdon intensivisht në terren, ndërsa një koordinim i ngushtë mes forcave toksore dhe ajrore synon të parandalojë përhapjen e mëtejshme të flakëve dhe dëmet e mundshme në zonat e banuara pranë. Situata mbetet kritike, ndërsa autoritetet i bëjnë thirrje banorëve të qëndrojnë të kujdesshëm dhe të ndjekin udhëzimet e emergjencës, duke shmangur qarkullime në zonat e rrezikuara për shkak të tymit të dendur dhe rrezikut nga flakë. Ndërhyrja me helikopter pritet të jetë vendimtare për menaxhimin e situatës, duke mundësuar ndërhyrje në zona ku nuk mund të arrijnë forcat toksore për shkak të terrenit të vështirë malor dhe pirësisë të thellë. Ndërkohë, banorët dhe institucionet lokale po mbajnë vigjilencën e lartë, ndërsa operacionet për shuarjen e zjarrit pritet të vazhdojnë edhe në orët e ardhshme.